Mergja i madh i fesë, Ajatullahu i madh, Seid Musa Shibri Zinxhani. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Kushdo që shqipton dy dëshmit është musliman, përveç nasibive, ata që kanë armiqësi e urrejtje për Ehli Bejtin e profetit Muhammed dhe kauraxhve. Kushdo që shqipton dy dëshmit, përfshihet në rregullat e Islamit, si lejimi i martesës, meritimi i trashëgimisë, respektimi i jetës, i pasurisë së tij e të tjera rregulla e dispozita. Përsa ata që mbjellin përçarjen dhe ndarjen mes rreshtave të muslimanëve dhe i bëjnë të pafe grupet dhe medhebet islame, nuk janë musliman. Ata, nëse nuk janë agjentë drejt për drejt të kolonizuesve, s'ka dyshim se lëvizin në rrugën e realizimit të qëllimeve të ulta të kolonizuesve për të shkatruar themelet e Islamit dhe për të shfarosur fen e të dërguarit të Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe për të fshirë emrin e tij të bekuar. Veprat e ndyra kamikaze ftohin gjokset e jo besimtarve dhe të armiqve të përbetuar të Islamit. Allahu i madhëruar thot në librin e tij: A doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta, për ata përpjekja e të cilëve ka qenë kot në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonim se po bënin vepra të mira. Lutim Allahun e madhëruar që t'ju jap muslimanëve durime forcë përballë intrigave të armiqve dhe të përpiqen sa më shumë për forcimin e Islamit, fesë së vulës së profetëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij.